Deklarata e fundit e gazetares dhe moderatores Inisa Agolli ka tërhequr menjëherë vëmendjen në rrjetet sociale dhe në mediat roz. Në një rrëfim të sinqert për jetën e saj personale dhe planet për të ardhmen, ajo ka lënë të kuptohet se mund të largohet për një periudhë nga Shqipëria për të nisur një kapitull të ri në jetën e saj. Moderatorja u shpreh hapur se ndonjëherë Shqipëria i duket një hapësirë e vogël për ambicjet dhe planet që ka për të ardhmen. Pikërisht për këtë arsye, ajo po mendon seriozisht mundësinë për të jetuar për një kohë jashtë vendit. Destinacioni që e tërheq më shumë është Shtetet e Bashkuara, një vend ku ajo dëshiron të provojë një eksperiencë të re jetese dhe pune. Sipas saj, kjo ide nuk lidhet vetëm me dëshirën për ndryshim apo aventurë, por edhe me një projekt personal që e ka menduar prej kohësh. Inisa zbuloi se ka në plan të nisë shkrimin e një romani, një pasion i hershëm që kërkon qetësi, përqendrim dhe një ambient të ri frymëzimi. Ajo shpreson që qëndrimi në Amerikë ta ndihmojë të përqendrohet plotësisht në këtë projekt krijues. Megjithatë, moderatorja theksoi se largimi nuk do të ishte i përhershëm. Ideja e saj është të qëndrojë për një periudhë, të përjetojë këtë eksperiencë dhe më pas të rikthehet sërish në Shqipëri. Për Inisa Agollin, kjo do të ishte thjesht një etapë e re në rrugëtimin e saj personal dhe profesional, që mund t'i sjellë ide të reja dhe projekte të tjera në të ardhmen.